Dhuna në përshkolla është bërë një dukuri shqetësuese në gjithë vendin, por nuk ka mbetur anash as komuna e Ferizajt. Para ca ditëve, një nxënës mori lëndime të rënda nga mjetet e mprehta si pasojë e një sherrri mes nxënësve të dy shkollave të mesme. Të dhënat flasin se kjo dukuri është në rritje. Kjo gjë ka shqetësuar edhe prokurorin për të mitur në prokurorinë themelore të Ferizajt, i cili për të parandaluar këtë dhunë sugjeron hapa konkret dhe të shpejtë. Nuk ka krem të sofistikuar që kryen nga anët mirë, po si dukuri, domethënë janë duke u shpeshtuar rastet e rrahje në përshkolla dhe kjo ka tendencë që të shndrohet në fenomen. Kjo ndoshta si pasojë mos marrjes së masave adekuate të institucioneve komunale, arsimore, gjithsesi edhe neve si prokuroria, duke përfshirë edhe policinë, që të bëhet një parandalim në këto masa. Rastet e fundit kanë qenë mjaft shqetësuese, siç ishte rasti i fundit në Kaçanek dhe rasti i fundit te shkolla teknike, ku janë përdorur edhe mjete të ndaluara, domethënë është përdorur thika, ku kanë pësuar edhe lëndime shumë trana. Drejtori i Drejtorisë Komunale për Arsim në Ferizaj thotë se dhuna në të shumtën e rasteve po vjen nga jashtë shkollës. Në bazë të informacioneve të cilat i marrim nga shkollat, në shumicën e rasteve, mund të them mbi 80% e gjitha rasteve vijnë nga jashtë, të cilat futen në përshkolla përmes shoqërisë të nxënësve, edhe këtu është problemi që ne ta parandalojmë që mos na futen nga jashtë brenda shkollës, për arsye se brenda shkollës i kemi të njohur të gjitha problemet, për shkak se i njihen profesorat, nxënësit, edhe është mundësia shumë e vogël për të krijuar probleme të natyrave të ndryshme në përshkolla. Prokurori Qerkini madje thotë se është i gatshëm që të mbajë aktivitete dhe ligjërata të ndryshme në përshkolla për të vetëdijsuar të miturit për pasojat dhe masat që parashohin ligjet në fuqi. Ne jemi të gatshëm në çdo moment të japim kontributin tonë sa i përket kësaj dukurie. Jemi të gatshëm të japim qoftë nëpërmes ligjëratave, qoftë nëpërmes fushatave sensibilizuese të tjera, qoftë nëpërmes takimeve të drejtë për drejta me nxënës apo me drejtorë shkollave, jemi të gatshëm që ta japim atë kontributin tonë që të marrin këto masa parandaluese. Ne nuk kemi dëshirë fare hiç që të merremi me pasojat e këtyre veprave, por në bashkëveprim me institucionet tjera, me Drejtorinë e Arsimit, me Qendrën për Punë Sociale, me Policinë e Kosovës, jemi të gatshëm që ta japim kontributin tonë dhe të sensibilizojmë nxënësit që veprimet e tyre kanë pasoja. Drejtori Muhamet Halili e shpreh gatishmërinë që të punohet në përshkollat për jetësimin e propozimit të prokurorit. Gjithsesi ne jemi të gatshëm të hapur si për prokurorinë ashtu edhe për Policinë e Kosovës në mënyrë që të krijojmë një ambient sa më të sigurt për gjithë nxënësit. Gjithashtu ne do bëjmë edhe një plan operativ të përbashkët, ne dhe prokuroria, si dhe policia, që të bëjmë edhe ligjërata të caktuara në për disa shkolla aty ku mendojmë se kemi gjendje pak më të vështirë, ku është mundësia më potenciale që të krijojmë probleme mes nxënësve. Pritet të shihet se si do të konkretizohen këto ide që të parandalohet dhuna në përshkollat tona.